Përshëndetje, jemi këtu në sezonin e ri të podcastit Shëndeti i pari, ku duke marrë shkas nga muaji shtator, që është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin ginekologjik, gjithashtu muaji i ndërgjegjësimit për sindromin e vezores policistike, por pa harruar këtu që shtatori është muaji i ndërgjegjësimit për perimenopauzën, që së fundmi dhe vitet e fundit është diagnozë më vete. Dhe duke e njohur gruan që në pubertet, në më pas në moshën riprodhuese dhe më vonë në perimenopauzë dhe menopauzë, mund të themi që trupi i gruas gjatë gjithë kohës ka qenë nën influencën ciklike të hormoneve. Dhe natyra, ndryshe nga gjenia mashkullore, le të themi e ka dënuar nga ana biologjike gruan, sepse funksioni i vezores në një moshë të caktuar fillon edhe ulet derisa ndalon plotësisht. Dhe në momentin që funksioni vezores ndalon, gruaja ka hyrë në menopauzë. Por jo të gjitha gratë e përjetojnë njësoj, jo të gjitha gratë ndihen njësoj. Disa nga, ose më saktë shumica prej tyre e përjetojnë me simptoma dhe duke u ndryshuar cilësinë e jetesës. E themi bindje të plot sot që për të folur për këtë temë, pra për perimenopauzën dhe menopauzën, nuk do kisha specialist më të mirë në fushën e mjekësisë se sa e ftuara e ditës së sotme, që është doktoresh Mirieta Guni, mjeke endokrinologe. Doktoresha, shumë faleminderit që je sot këtu me mua. Faleminderit juve, doktoresh Gjeni, për ftesën. Në fakt nuk mund të kishte besë kombinim më të mirë se sa një ginekologe dhe një endokrinologe, që do ta sqaronin më së miri këtë periudhë pak delikate të ciklit të jetës së një femre, që çdo femër e kalon, por që për hir të vërtetës është pak e transkuruar dhe nga personeli shëndetësor dhe nga mediat, pra informacioni mbi këtë temë deri tani është shumë i kufizuar. Dhe deri diku e nënvlerësuar, pra pa e kushtuar vëmendje, se është diçka fiziologjike, natyrale. Dhe femrat e kanë pranuar deri tashmë në heshtje, e vuajnë ashtu në heshtje dhe duke qenë se nuk kanë dëgjuar as informacion duke filluar nga bankat e shkollës, as nga mjeku kur shkojnë për vizita, as gjithmonë dhe shoqet apo të afërmit të tyre janë munduar ta fshehin ose ta kalojnë në heshtje si temë, ka vazhduar kështu për inerci dhe femrat vazhdojnë të vuajnë në heshtje. Por është momenti, ashtu si në gjithë botën, që po bëhet kjo lëvizje globale për të ndërgjegjësuar për simptoma dhe për pasojat e perimenopauzës dhe për të përmirësuar cilësinë e jetesës aty ku është e mundur për këto femra, dhe në vendin tonë patjetër ka ardhur koha që të ndërgjegjësohemi dhe të flasim pa dorashka cilat janë opsionet e trajtimit, a ka trajtim dhe as ka, opsionet e trajtimit, benefitet dhe rrisqet. Dhe do jetë shumë kënaqësi që ta bëjmë bashkë të bisedë. Atëherë do doja ta filloja me perimenopauzën. Çfarë është perimenopauza? Kur fillon të shfaqet ajo? Sepse ka qenë menduar që vjen vonë mas të 40-tave. Por sot studimet e fundit thonë që prit se po qete 35-at dhe se ka kaluar 35-at, po hyn në me perimenopauzë. Pra, perimenopauza është pikërisht ajo periudhë ku fillon bie prodhimi i hormoneve femërore nga vezoret. Dhe në momentin që kjo rënje e prodhimit hormonal manifestohet me simptoma klinike, pra femra fillon të ndjejë në trupin e saj që diçka nuk shkon, pra nuk është si më parë, qoftë ana psikologjike, qoftë ana fizike, kjo është pikërisht ajo që ne e quajmë perimenopauzë. Për sa i përket moshës së fillimit është shumë individuale. Thuhet me statistika që fillon diku rreth 5 deri në 10 vite përpara menopauzës. Mund të filloj pra disa muaj deri në 10 vite përpara menopauzës. Pra, tek fillimi të 40-tave, pas 30-tave, pas 35-ave dhe në fillim të 40-tave. Por është shumë individuale. Ka femra që mund të fillojnë më herët, ka femra që mund të fillojnë më vonë, dhe faktorë që ndikojnë në fillimin e perimenopauzës akoma janë pa njohur. Mendohet akoma që është një faktor gjenetik, pra është predispozicioni tek ato femra që kanë predispozicion gjenetik ku mamaja apo gjyshja ka filluar më herët menopauzën perimenopauzën, dhe tek brezat në vazhdim vazhdon kështu. Por akoma faktor të njohur, sepse fillon më herët apo më vonë nuk ka. Por që në momentin që një femër fillon shikon që ambienti përreth tyre është i njëjtë, po tek femrat, tek trupi i tyre ka diçka që nuk shkon, pra nuk ka një stimul të jashtëm që shpjegoj nervozitetin apo luhatjet emocionale.
nuk ka një stimul të luhatshëm që shpjegoj shtimin e peshë apo çrregullimet e ciklit menstrual, atëherë themi që kjo është periudha ku femra ka hyrë në perimenopauzë. Deri para sa vitesh kur ne pacientët na vinin me një çrregullim të ciklit menstrual apo edhe me këto shqetësimet deri diku subjektive që nuk i kushtojnë rëndësi, ja linë se është një disbalancë hormonale. Por nuk është vënë asnjëherë emri i mjërfillt që prit sepse je duke hyrë në perimenopauzë. Është vërtet, edhe personeli mjekësor, për hir të vërtetës, nuk është shumë i ndërgjegjësuar rreth kësaj situate. Pra, nuk janë vetëm femrat që nuk kanë informacion, por është personeli që nuk i njeh mirë simptomat e menopauzës dhe nuk i drejton këto femra, mundohet i drejtojë kryesisht tek psikologu, tek çrregullimet hormonale të tiroidës. Tek endokrinologu pra që i orientoj. Endokrinologu, por jo ti orientoj që shiko se këto janë simptomat e perimenopauzës. Prandaj dhe është një periudhë e jetës që është kaq e transkuruar, sepse janë bërë disa faktorë bashkë. Pra është mungesa e informacionit nga personeli shëndetësor për t'ju transmetuar femrave gjatë kësaj periudhe, ose mungesa e konfidencës për ta trajtuar si periudhë jete dhe për t'i lehtësuar simptomat klinike pacientës që ta kalojnë më lehtë. Është edhe stigma që vazhdon akoma edhe në vendet perëndimore, jo vetëm në vendin tonë, që kuptohet që këtu do të jetë më e shprehur, është stigma në sensin që shëndeti riprodhues nuk duhet të komunikohet me mjekun, sidomos kur gjinia mjeku është në gjini seksit të kundërt. Pra, femrat e kanë shumë problem që të shkojnë tek ginekologu dhe të flasin për ullet libidos apo për thacirë vaginale apo për luhatet emocionale, për agresivitetin që shfaq në familje dhe në jetën e përditshme, në punë, në çdo ambient shoqëror. Pra është akoma ajo stigma që nuk duhet folur. Ose që kanë siklet, ose mendojnë që nuk të kupton, ose mendojnë që për mjekun ginekolog këto gjëra janë të parëndësishme, pra ndjesi subjektive, shiko se s'po flëm mirë, më prishet gjumi, ndjesi luhati, temperature. Pra edhe duke nënvlerësuar dhe vetë pacienti mendoj këtë gjë nuk i kanë kushtuar rëndësi. Por pikërisht është mjeku që duhet të insistojë që kur një femër vjen për një simptom të caktuar që është rreth moshës perimenopauzës, mjeku duhet të insistojë që të zbulojë dhe simptomat e tjera që ai pret që femra mund të ketë në këtë moshë të jetës, sepse është dhe një moshë ku femrat janë në kulmin e karrierës, kanë dhe shumë përgjegjësi familjare mbi supe, pra mund të ketë fëmijë adoleshent me problematika që ka adoleshenca sot, mund të kenë edhe prindrit për të kujdesur, janë edhe në kulmin e karrierës dhe gjithë të luhatje emocionale ja atribuojnë stilit ose dhe stresit të stilit jetesës të moshës që ka ardhur për të kaluar këto strese. Dhe këto luhatje emocionale nuk e ndihmojnë as pak këtë ngarkesë barë që femra ka në këtë moshë, përkundrazi e disfavorizojnë. Pra krahas gjithë kësaj bare që ka mbi supe, i shtohet dhe një luhatje e fortë emocionale, hormonale, që përkthehet në simptoma që ja agravojnë më shumë cilësinë e jetesës. Shumë e qartë. Atëherë, të studimet e fundit që janë bërë kryesisht lidhur me perimenopauzën, le të themi që studimet në këtë fushë kanë qenë të pakta në krahasim me fokusin dhe studimet që janë bërë për gruan në moshën riprodhuese, për lidhur me fertilitetin, lidhur me shtazaninë, dhe ka qenë më me pak rëndësi. Por vitet e fundit kemi pas studime që me vërtet kanë parë që kjo periudha e perimenopauzës në trupin e gruas shoqërohet me një stuhi hormonesh që në vetvete reflektojnë shumë mirë dhe simptomat apo shqetësimet që ka shumica e këtyre grave. Cilat janë shqetësimet me të cilat shpesh ose gruaja prezanton ose shumica e grave ankon? Për shembull, nga ato që unë dëgjoj në përditshmëri janë afshet. Do thosha 1 në 4 paciente do thotë që ndjesi i afshës po e marr vesh, ndoshta është vap, ndoshta s'jam unë mirë ose ndonjë viroz ndonjëherë kur janë mosha të reja, sepse perimenopauza në vetvete nuk është vetëm humbje e kapacitetit fertilizues, pra ti po humbet ulet mundësia për të ngelur shtatzën, pra funksioni vezor është duke rënë. Por në vetvete të nxjerr jashtë loje dhe organe të tjera, pra sistemi genital, urinar, sistemi muskuloskeletik, truri me çrregullimin e temperaturës e elementë të tjerë. Mund të mi marrësh pak me radhë simptomat? Për të kuptuar më mirë simptomat, mund të prekim edhe pak
edhe fiziologjin, pra çfarë ndodh nga ana hormonale, si luhaten hormonet dhe cilat simptoma i atribuohen cilës luhatje hormonale. Hormoni i parë që fillon dhe paksohet prodhimi i tij është progesteroni. Pra është i pari që fillon edhe bie. Progesteroni quhet dhe si anksiolitiku natyral. Pra, është ai hormon që ne na mbron nga agresiviteti, nga depresioni. Fatkeqësisht është ky i pari që fillon bie dhe femrat në këtë moshë kanë simptomat e para të perimenopauzës janë rritja e agresivitetit, luhatje emocionale të fuqishme dhe çrregullimet e gjumit. Pra, progesteroni është përgjegjës për gjumin dhe për relaksimin emocional, pra anksiolitik natyral. Pra, momenti që ne e humbim këtë anksiolitik natyral, shfaqen këto simptomat e para të çrregullimeve emocionale. Për më tepër, hormonet gjithmonë veprojnë në sinergji apo në dialog me njëri tjetrin. Dhe momentin që ulet prodhimi i progesteronit, kemi i cili ka efekt dhe të bllokojë disa efekte të estrogjenit, kemi atë që quhet dominancë estrogjenike. Pra, përkohësisht do të kemi një theksim të simptomave që vijnë nga niveli i lartë i estrogjenit. Pikërisht sepse ka humbur këtë hormonin tjetër balancues i cili i stopon të disa efekte. Se zbut efektet po themi të estrogjenit. Dhe përveç se luhatje emocionale dhe çrregullimeve të gjumit, që janë ndër simptomat e para, i shtohet dhe një tendencë për të fryrë apo nga retencioni hidrik që bën nga kjo dominancë estrogjenike. Pra ka një tendencë për të shtuar në peshë. Je si fryrje. Si fryrje, theksohet sindromi premenstrual, ato femra që kanë pasur dhimbje koke apo dhimbje barku përpara ciklit, bëhet shumë më i theksuar. Ashtu dhe nervozizëm. Theksohen edhe më shumë. Pra siç jemi në ato ditë që ne presim ciklin, që si jemi në Terezi dhe këtë e njohim dhe e dim në çdo muaj, në perimenopauzë dërse këto janë më të dukshme. Këto janë simptomat e para. Më pas, me kalimin e viteve, fillon bie dhe prodhimi i estrogjenit. Pra, fillojnë dhe ato të famshmet afshe, që tashmë janë simptom përcaktuese e vetme që njeh populli dhe që e identifikon simbolizon menopauzën. Më vonë fillojnë shfaqjen afshet, djersitjet që vijnë pas afsheve, djersitjet gjatë natës që çrregullojnë dhe më shumë ritmin cirkadien të gjumit, duke shfaqur gjatë ditës një lodhje, një nervozizëm më të shtuar. Mos harrojmë që afshet ndikojnë shumë dhe në marrëdhëniet në punë që femra mund të ketë gjatë ditës, ul konfidencialitetin, sepse prania e afsheve ka femra që bëjnë dhe 30, 40 dhe 50 episode afshe në ditë. Afshet pasohen nga episodet takikardie. Domethënë, është një cilësi jete që ka filluar të ndryshojë goxha. Përveç këtyre, më vonë fillojnë shfaqjen dhe dhimbjet e kyçeve, dhimbjet muskulare dhe momentin që niveli hormonal ka rënë mjaftueshëm, atëherë manifestohen dukshëm dhe ulja e libidos dhe facira vaginale. Pra, kemi hyrë në një cikël, në një koktejl simptomash, të cilat nuk janë specifike përveç afsheve, janë shumë diskrete, por që një femër vjen dhe gradualisht, dhe ky është dhe dizavantazh, që vjen gradualisht dhe femra sikur mësohet me të, fillon pra i atribon ritmit të jetesës që ka, ose stresi që ka, dhe që nuk e ndihmojnë që t'i bashkojë gjithë këto simptoma bashkë dhe t'i krijon një tablo dhe t'i drejtohet mjekut me një tablo më të gjerë të simptomave që mjeku ta orientojë më shumë drejt kësaj sfere. Diagnozë nuk mund të themi sepse perimenopauza nuk është smundje. Nuk është smundje, është një proces fiziologjik. Është një proces natyral fiziologjik, por që me marrjen e mjekimit apo këshillave të duhura mund t'i lehtësohet goxha nga personeli shëndetësor. Tani, ndonjëherë në këtë periudhë, domethënë ne përmendëm pagjumësinë, po jo vetëm pagjumësia, pagjumësia shkon të fund në një cirkus vicioz, të bën më anksioze, ndonjëherë të çon në depresion, të ul përqendrimin, është ai brain fog i famshëm që ty nuk të vjen fjala, mezi mban mend. Pastaj në aspektin ginekologjik, shpeshherë ne i lëm në përgjithësi çrregullime të ciklit
në kuadër të një disbalance hormonale pa i vënë emër, është një stres, është një pagjumësi e zgjatur në këtë rast, sepse cikli menstrual, po ta dëgjosh me vëmendje pacienten, mund të ketë ndryshuar në ritëm, mund të ketë ndryshuar në fluks, është më i pakët, nuk më vjen më në ritmin që kam. Marrëdhënia seksuale nuk është më njësoj, ndonjëherë ka dhimbje gjatë marrëdhënies, ka rënje të libidos. Në vetvete mund të reflektojë edhe në marrëdhënien në çift. Dhe në një studim të fundit, një numër i madh divorce ishte pikërisht në këtë periudhë 40-50 vjeç. Dhe jo më kot, mendoj që ka të bëjë dhe me gjendjen fizike dhe mendore se si ndihet gruaja në këtë periudhë. Por ajo që na takon ne si ginekolog, si endokrinolog, apo dhe do përfshija edhe këtu dhe mjekun e familjes, është që duke e njohur që këto ndryshime janë të përkohshme, kanë një emër, pra dikush do i kaloj më pak, dikush do i kaloj më shumë, dhe duke mbështetur gruan, pra jo duke etikuar se ti si je në terezi, ti si je mirë, je bërë si histerike, ose shko te psikologu ndonjëherë sepse dëgjojmë shpesh në përditshmërinë tonë, mendoj që do ta ketë më të lehtë. Pra duke folur sa më shumë dhe duke ndërgjegjësuar gruan që nuk është faji i saj, pra por janë hormonet në trupin e saj që bëjnë të ndihet në këtë formë. Pra është një disbalancë hormonale që justifikon totalisht të gjithë këtë ndryshim të jetës që po i ndodh gruas femrës në këtë 10 vjeçar. Pra shumica e grave që është në një vlerë të 80-85%, 85% do kenë simptoma të tilla, pavarësisht se sa vëmendje i kushton apo sa ankohet apo sa e ngre zërin tek mjeku që e ndjek. Dikush mund të ketë në shprehura, dikush mund të ketë më të zbeta, dikush mund të mos i ketë gjithë simptomat, dikush manifeston vetëm 1 ose 2 simptoma, por në 85% rasteve do të kemi simptoma të perimenopauzës rreth kësaj moshe. Dhe mos harrojmë që aktualisht në menopauzë janë 1.2 miliard femra, pra është një numër i madh i konsiderueshëm. Nuk po flasim për një kategori popullatëve të vogël, po flasim për një kategori të gjerë. Dhe numri i femrave që janë në perimenopauzë akoma nuk dihet, sepse është shumë e vështirë që të vësh emër dhe të dish numrin eksakt. Por 1.2 miliard është një numër konsiderueshëm dhe mos harrojmë që çdo femër kalon rreth 23-ën e jetës së saj në menopauzë. Sepse sot është rritur jetëgjatësia, kështu që është rritur jetëgjatësia, me rritjen e jetëgjatësisë femrat kalojnë një periudhë moshe më të madhe menopauzë. Është shumë e qartë. Pra, bëhet fjalë që për të ndihmuar femrat në një periudhë kohe jo të vogël të jetës tyre. Prandaj duhet i dhënë më shumë vëmendje, edhe pse jemi thjesht në një fiziologji normale që do e kalojmë të gjitha. Pra, vjen perimenopauza me atë periudhën e vet kohore që e tham nga 2 deri në 10 vjet maksimumi, që është individuale për çdo person, dhe hyn në menopauzë. Menopauzën si përkufizim e kemi që një grua që ka 12 muaj, pra 1 vit pa cikël menstrual, futet në menopauzë. Kur vjen puna tek diagnoza, si e vërtetojmë ne, ose si çfarë na ndihmon ne për t'i thënë që ti je në perimenopauzë dhe ti ke hyrë në menopauzë? Ka për perimenopauzën, ka ndonjë test të mirëfillt laboratorik? Në perimenopauzë është një lojë hormonale ciklike e vazhdueshme dhe nëse ne do të masim në 3 periudha të ndryshme kohore, nivelet e hormoneve do t'i gjejmë në nivelet e ndryshme. Sepse niveli hormonal laboratorik që ne masim është një foto e qastit dhe na tregon një kuadër të momentit të nivelit të profilit hormonal. Pra nuk ka një analizë specifike që ne të vërtetojmë që po, këto simptoma që ti ke është vërtetuar që jeni në perimenopauzë dhe justifikojnë. Pra më shumë simptomat vihen nga anamneza klinike dhe duke përjashtuar sëmundjet e tjera, siç mund të jetë për shembull disbalancë e tiroides, që mund të shkaktojë simptoma të ngjashme. Pra, kur kemi përjashtuar shkaqet e tjera dhe një femër vjen me këto simptoma, nuk ka një test që duhet i bëjmë dhe që themi jeni në perimenopauzë. Ndërkohë akademikisht, në momentin kur një femër i mungon cikli menstrual për 12 muaj radhazi, atëherë thuhet që ka hyrë në menopauzë. Dhe për menopauzën na ndihmon FSH-i që zakonisht është më i lartë se 50 mbi 20, mbi 30, atëherë thuhet që është në menopauzë, por 12 muaj pa cikël janë barës me një menopauzë. Kur nuk ka çrregullime të tjera hormonale. Pra kemi përjashtuar një tiroide patjetër. Ose një prolaktin të lartë apo një disbalancë tjetër hormonale që mund shkaktojë amenorrej, pra mungesën e ciklit.
Dhe në menopauzë, simptomat klinike, disa prej tyre mund të agravohen, ndërsa disa prej tyre mund të lehtësohen. Simptomat klinike që vinë duke agravuar, pra kemi një rënje të mëtejshme, por të shëndrueshme të progesteronit dhe estrogjenit, pra nëse në perimenopauzë kemi luhatje, ka disa muaj që ngrihen, disa muaj bien prap, në menopauzë arrihet ajo kurva e sheshtë të rënjes, prandaj edhe këto simptoma psikologjike janë më të qeta, pra ai agresiviteti, luhatja theksuar emocionale ka tendencë të bjerë pak, por theksohen simptom ulja e libidos dhe fare vaginale, atrofia janë më të theksuara. Sepse është parë që estrogeni nuk prek vetëm traktin genital, pra nuk është vetëm për të na bërë për të ngelur shtatzën apo për të pasur cikël menstrual e të tjerë. Receptorët e estrogenit janë në muskuj, janë në skelet, janë në trup, në çdo organ. Kështu që në momentin që këto hormone mungojnë, pra dhe ne tashmë jemi në menopauzë, cilat janë riskjet konkrete që gruaja rrezikon, domethënë? Ti përmendim edhe një herë me radhë, sepse gruaja në momentin që bie menopauzë ka diçka harron të shkojë më te ginekologu, se thotë, më në fund s'ka më cikël, thjesht s'do më bëj gjë, thjesht do e kaloj. Por nuk është kështu, apo jo? E merr të mirëqen si një periudhë tranzitore që duhet ta kalojë çdo femër. Sigurisht nuk është kështu, sepse femrat të caktuara me hyrje në menopauzë është vërtetuar me studime që kanë risk për disa smundje kronike më shumë se sa disa femra të tjera. Për shembull, një femër kur hyn në menopauzë ka risk për osteoporozë shumë të shprehur. Dhe për fraktura, pra, ndonjëherë një rrëzim në banjo të çon në fytyrë të këmbës. Në një madhore do përkthehet në fraktura, në trauma minimale. Dhe fraktura bëjnë rreth 20-30% të femrave gjatë jetës. Pra, është një smundje kronike invalidizuese, por që mund të parandalohet. Përveç riskut për osteoporozë, thuhet që një femër në menopauzë ka risk për smundje kardiovaskulare. Dhe kjo është e vërtetë, pasi nëse deri në atë periudhë meshkujt kishin më të rrezikuar për infarkte dhe për Në momentin që një femër hyn në menopauzë, shihet që raporti për infarkt është shumë i lartë tek femrat se sa tek meshkujt. Prandaj shkenca ka menduar që janë pikërisht këto estrogene që e mbrojnë femrën nga risku kardiovaskular. Mungesa e tyre e rrit riskun për smundje kardiovaskulare. Një tjetër patologji të cilën mendohet që shkaktohet nga rënja e estrogenit është demenca. Dhe kjo rrit riskun, menopauza e rrit riskun që një femër të hyjë në demencë, që hyn dhe kjo tek smundjet invalidizuese kronike. Bëhet barë për familjen, për shoqërinë, a mundet ne ta parandalojmë demencën tek një grua në menopauzë duke dhënë trajtime? Disa studime thonë që po. Por disa, është akoma e paqartë kontradiktore, por që dhënia e hormonoterapisë mundet që të mbrojë nga demenca. Tek një femër që ka pasur gjatë predispozicion familjar, që ne dim që e ka një risk gjatë atëherë ajo që mund të bëjmë është të tentojmë me dhënien e hormoneve që të shmangim ose të shtyjmë fillimin e demencës të ato femra që e kanë risk. Po. Unë këtu do shtoja gjithashtu dhe sindromin genito-urinar, sepse grua në menopauzë shoh shpesh që vjen dhe ankon të disa mjekë, mund të ketë ndryshuar mjek familje, mjek urolog, ginekolog për trajtimin e një infeksion urinar. Dhe çfarë ka ndodhur? Nga që deri vonë ka qenë ideja që po të japësh estrogen apo krem me estrogen i rrit riskun për kancer të gjirit. Dhe gjithmonë e kemi pasur si frikë, ginekologët në përgjithësi. Jo vetëm ne në Shqipëri, po kudo në botë. Dhe trajtoi infeksionin me antibiotik. Por nuk kishte zgjidhja, sepse infeksioni urinar në këtë rast vinte si pasojë e atrofisë vulvovaginale. Nuk është se dhe antibiotik dhe e shërove këtë paciente. Duhet jepje estrogen të ringjallje në thojza mukozën e dyshemes pelvike për të parandaluar një infeksion urinar dhe për të përmirësuar inkontinencën urinare të këto paciente. Kështu që kjo është një arsye shpesh që pacientët vinë, ikin me shqetësime, ndonjëherë dhe me një cilësi jetese jo të mirë, sepse ajo kthehet diçka e bezdishme, pra kur e vë veten në jo vetëm që ul cilësinë e jetesës, por infeksionet rekurrente në këtë moshë janë shkaqet primare të smundjes renale kronike. Kështu që është dhe një risk për shëndetin, jo vetëm një rënje cilësisë jetesës. Dhe ne jemi, le të themi, vitet e fundit ka një lëvizje të gjerë për terapinë hormonale zëvendësuese, kur është futur në vitet 60 e njohur si eliksiri i jetëgjatësisë.
me fjalë të thjeshta, na mungon estrogen dhe progesteron, pse të mos i marrim këto nga jashtë dhe të shohim a na ndryshojnë këto simptoma? Çfarë po ndodh sot? Sepse më përpara, është përdorur, është dhënë, është parë me kalimin e kohës që disa studime nxorën që ka risk për kancer të gjirit, ka risk për goditje ishemike në tru, ka risk për trombozë të venave të thella dhe tromboemboli pulmonare. Dhe kur ja thua këto një paciente, kudo në botë, por një paciente shqiptare, veçanërisht kur ti grua nuk e ke aq të ndjekur, por shumë mund të ketë vite ose s'ka bërë asnjëherë një mamografi për kontrolluar gjirin, për një kancer gjiri. Dhe kur ti i thuaj që po, unë të jap të terapinë, por ka risk për kancer gjiri, apo shikon që është me vena varikoze nga këmbët edhe ja thuaj që është ky risk për trombozë, shumica e rasteve gjithë pacientët stepen mbrapsht. Stepen, ndoshta edhe mjeku nuk lodhet më që t'i bindi që ky mund të jetë trajtim shpëtues për rastin e një apo filan pacienti, sepse varet nga simptomat që ka, problematikat që ka etj. Sot, në 2025, çfarë flitet për terapinë hormonale zëvendësuese? Ku jemi? Ashtu se sigur se e theksove, në vitet 60 filloi të bëhej trend kulturor përdorimi i hormoneve femrore, estrogenit dhe progesteronit pak më vonë. Ai sa doli dhe një libër i famshëm në Amerikë që u përhap kudo, që quhej Feminine Forever. Pra u pa që këto dhënja këtyre dy hormoneve e mban femrën, i shton një gjatësinë, e mban më të re për një kohë më gjatë, më lumtur mendorish, i përmirëson simptomat e menopauzës. Por dhe u përdorën për një kohë gjatë deri rreth viteve 2000 u përdorën gjerësisht. Në vitet 2000 u bë një studim madhor me rreth 160.000 paciente, ku u vure që dhënia e kësaj terapie hormonale zëvendësuese ka disa riske për efekte anësore madhore, që është risku për kancer gjiri dhe për trombozat kryesisht dhe për sëmundje kardiovaskulare. Por më vonë u stopua në 60% të vendeve, u stopua dhënia e terapisë hormonale zëvendësuese dhe më vonë u mendua që të rishikohet dhe një herë ky studim pasi prap incidenca dhe prevalenca e kancerit gjirit dhe sëmundjeve kardiovaskulare tek femrat menopauzë ishte shumë e lartë dhe pa përdorimin e terapisë hormonale. Dhe nga rishikimi që u bë këtij studimi, u pa që femrat më të riskuara ishin ata që e merrnin mbi moshën 60 vjeç, terapinë hormonale. Pra mosha të mëdha që tashmë kishin riskun për kancer gjiri, ose femra që kishin faktorë të tjerë predispozues për tromboza ose për sëmundje kardiovaskulare, siç ishte duhani, mbipesha, anamneza familjare, risku familjar për sëmundje kardiovaskulare. Pra, në këto femra u pa që ishin më risk nga terapia hormonale zëvendësuese dhe filloi të vitet e fundit ka filluar të introduktohet përsëri. Dhe ka dhe një lëvizje të gjerë mjekësh dhe le themi dhe këto yjet e Hollywoodit, aktorë që tregojnë që unë e marr, ndihem më mirë, më ka ndryshuar jetën, estrogeni, progesteroni, sepse le themi jetëgjasia, një grua 50 vjeç, 51 vjeç është mosha mesatare e menopauzës, sot quhet një grua e re. Pra nuk mund ta thuash një grua e moshuar. Ka dhe mbi 30 vjet, ka dhe mbi 30 vjet për të jetuar. Pra ka dhe 40% jetës përpara. Kështu që nuk mund të jetoj duke u ankuar ose duke mos qenë mirë me trupin e saj. Jo, prandaj dhe ka filluar që të riintroduktohen dhënia e terapisë hormonale. Por janë ripar dozat, janë ripar mënyra e dhënies. Pasi më risk kanë dhënia hormoneve me rrugë orale, pra në formë tabletë, kur i marrim nga goja, ndërsa nëse i japim në formë kremi, peçi, spray, gjeli transdermal, pra nga lëkura, apo topikal, intravaginal, që vendosim si është parë që efektet anësore janë gati të minimizuara. Kjo nuk përkthehet që çdo femër duhet i drejtohet terapisë hormonale zëvendësuese. Jo, por ato femra të cilat kanë simptoma të shprehura, që indikojnë në cilësinë e jetës, apo që kanë disa riske familjare për të bërë patologji kronike në të ardhmen nga mungesa hormoneve femrore, këto janë kandidate shumë të mira të përfitojnë jo vetëm për përmirësinë e cilësisë së jetesës, por dhe për të parandaluar riskun për të bërë disa sëmundje që mund të jenë invalidizuese, jetë kërcënuese dhe që padyshim mundet të parandalohen me dhënien e terapisë. Por gjithmonë ajo që personeli mjekësor duhet insistoj kur i vjen një femër në premenopauzë, menopazë është që
ti sugjeroj një ndryshim stili jetesës. Pra, është e para gjë. Femrat nuk kanë në luksin të jetojnë siç kanë jetuar pas të 40-tave. Duhet të ndryshojë regjimi ushqimor, duhet të jenë më aktive fizikisht dhe çfarë kuptojmë me ndryshim të stilit të regjimit ushqimor? Femrat në këtë moshë kanë nevojë për më pak karbohidrate dhe për më shumë proteina. Sepse bie masa muskulare si pasojë e rënies së estrogenit dhe indi dhe amor depozitohet në bark. Pra nuk kanë faj gratë që thonë unë po njësoj, po lëviz më shumë, por prap nuk po ndryshoj në peshë, por përkundrazi po shtoj. Pra ka ndryshuar metabolizmi dhe tendenca është humb muskuj dhe shton indi amor. Indi amor. Sidomos kemi edhe një hormon tjetër që nuk e përmendëm më parë, është hormoni mashkullor testosteron që tek femrat ndodhet për në sasime të vogla. Me hyrjen në menopauzë kemi tendencë që të bjerë edhe prodhimi i hormonit mashkullor, duke ulur masën muskulore dhe duke ulur libidon. Pra, testosteroni është përgjegjës direkt për libidon dhe për energjinë masës muskulare. Pra, tek femrat që kanë simptoma të caktuara, dhe terapia hormonale zëvendësuese duhet të jetë e personalizuar në varësi të simptomave që ato kanë. Pra, nuk është një recetë fikse që mund ta marrë çdo pacient. Duhet të ulesh mirë me një femër në menopauzë ose premenopauzë, të kuptosh mirë simptomatikat që ka, rrisqet që ka dhe të hartosh një skemë të personalizuar trajtimi që ta ndihmosh për ta kaluar sa më lehtë këtë periudhë. Por ndryshimi i stilit jetesës, shtimi i proteinave në dietë, ulja e karbohidrateve, lënia e duhanit pa diskutim dhe një aktivitet fizik rutin i përditshëm ndihmon në parandalimin e themi 50% të shfaqjes së osteoporozës. Ndihmon në uljen e insulin rezistencës dhe shfaqjes së diabetit, ndihmon në uljen e rrezikut kardiovaskular. Kështu që këto që janë të pakta metoda natyrale që nuk kanë asnjë risk, nuk kanë pse të mos implementohen dhe të mos bëhen rutinë e përditshme. Pastaj, hapi i dytë mund të jenë dhe integratorët. Suplementet në bazë fitoestrogenësh që mund të ndihmojnë deri diku. Jo që mund marrja e kalciumit, marrja e magneziumit, pastaj vitamina D. Shumë e rëndësishme në parandalimin e osteoporozës. Që duhet fillohet nga momenti që stopon cikli menstrual, suplementet për të parandaluar osteoporozën dhe nëse me këtë regjim të ndryshimit stilit jetesës, me suplementet, integratorët, ne ndihemi më mirë, cilësia e jetës është përmirësuar goxha, vazhdojmë. Në të kundërt, i drejtohemi terapisë hormonale zëvendësuese. Pra, ngelet si thua arma e fundit që ne kemi për të përmirësuar jetën e kësaj pacienti. Nga ana tjetër duhet të shtojmë që kjo terapi duhet të introduktohet sa më shpejt. Pra, përfitojnë ata femra që e fillojnë në 10 vjeçarin e parë të shfaqjes së simptomave. Më vonë nuk indikohet të fillohet për shkak të rrisjeve që ka për efekt. Se më vonë merr më shumë efekt ansor se sa përfitim. Pra duhet parë gjithmonë në peshore. Sa përfiton se sa pafund nga ndryshimi i stilit jetesës. Ose kur e shohin që simptomat janë shumë theksuara, mundet introduktohet edhe direkt terapia hormonale zëvendësuese. Duhet të jetë e rekomanduar nga mjeku. Dozat duhet përshtaten nga mjeku, në varësi të peshës trupore, dhe ndryshimi i dozave më pas, rritja apo ulja e dozave duhet bëhet në sugjerimin e mjekut dhe nuk ka një terapi fikse për çdo femër. Pra, nuk mund bëhet një kalim i recetës si ndodh shpesh në Shqipëri. Çfarë merr komshia ose e marr dhomën? Në farmaci vet. Nuk janë gjithas. Terapia hormonale nuk është suplement. Pra, mundet të ketë risk për efekte anësore, dhe duhet bërë në survejimin e mjekut. Pra me sa shoh, kur vjen puna për menopauzën, mënyra se si trajtohet apo si ta ndryshojmë jetesën e kësaj gruaje, duhet një lloj bashkëpunimi. Ginekolog, endokrinolog, pse jo dhe mjek familje nëse ajo e ka më mbarë që të ndjeki dozat në këtë rast, ose megjithatë është prapë mjeku specialist. E rëndësishme shumë do theksoja cilësinë faktor modifikues. Pra çfarë ta bëj aktivitet fizik, çfarë mund ta e bën në shtëpi, një ecje, ose çfarë më duhet të ndryshoj, mënyrën e ushqyerjes, stilin e ushqyerjes. Nëse dikur e toleronte një byrek apo makarona apo oriz, mendoj që sot duhet jemi shumë seleksionues në ato moshë të caktuar ku metabolizmi nuk fal më, nuk toleron më. 1 gram proteinë në ditë për kilogram peshë është patjetër e nevojshme për femrat në perimenopauzë dhe menopauzë. Nëse një vezë ka 6 gram proteina dhe një femër tek 70 kg
ka nevojë për 70 gram proteina, një bie që sasia e proteinave që duhet marrë gjatë ditës është goxha e konsiderueshme, varet sa për 10 kokra vesi. Kuptohet që kjo nuk do të merret vetëm me anë të vezit, merret me anë të kosit, peshkut, mishit, etj. Por nëse e mendojnë që kanë nevojë për informacion, që nuk kanë marrë informacion mjaftueshëm me anë të rrjeteve sociale, leximit që mund të bëjnë, mos hezitojnë për t'ju drejtuar mjekut që ta kalojnë këtë periudhë natyrale të jetës sa më lehtë. Unë të falenderoj shumë. Siç dhe femrat e meritojnë. E meritojnë dhe duhet të mundohemi sa më shumë për ato. Jemi femra vetë, kemi në shtëpi mama, gjyshet, kështu që pse do të bëjmë maksimumin me sa kemi mundësi. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.